Qeveria shqiptare po shqyrtoi një model të ri të menaxhimit për spitalin më të madh universitar në vend, QSO-n Nën Tereza, duke përfshirë mundësinë e ndërtimit të një spitali privat brenda strukturës ekzistuese të institucionit. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në Spitalin Rajonal të Lezhës theksoi rëndësinë e përmirësimit të menaxhimit, duke nënvizuar se Shqipëria nuk e ka tradit administrimin e spitaleve sipas standardeve ndërkombëtare. Ne kemi infermierë shumë mirë. Problemi jonë është menaxhimi dhe sepse ne nuk e kemi traditën e menaxhimit të spitaleve siç e ka bota. Siç e kanë bërë shumë vende, Polonia për shembull ka bërë një super transformim duke marrë menaxhim nga jashtë. Të dy, pavarësisht nga njëri tjetri, se kemi diskutuar për Nën Terezën, të dy pavarësisht nga njëri tjetri thonë që është kyç që të ndërtohet brenda spitalit, një spital privat, për mjekët e spitalit dhe të jetë pjesë e sistemit të punës së mjekëve të spitalit, në mënyrë që të japi mundësinë që ta kenë spitalin si vendin ku janë bashkëpronar, edhe të kenë një kapacitet të ardhurësh sipas performancës që varion në bazë performancës. Kryeministri Rama theksoi se problemet aktuale kanë lindur nga perceptimi i papërshtatshëm i statusit të mjekëve të urgjencës, të cilët shpesh trajtohen si mjek të përgjithshëm pa specializim të veçantë. Do zgjidhet në qershor me ato ndryshimet që bëhen çdo mesviti të buxhetit, edhe do t'i përfshijmë në kategorinë e mjekëve specialistë si mjek të urgjencës, në mënyrë që kanë një pagë dinjitoze. Përveç kësaj, qeveria po shqyrton vendosjen e tarifave për vizitat mjekësore në përgjigje të rritjes së numrit të turistëve, të cilët kërkojnë shpesh shërbime spitalore. Ky model synon të përmirësojë menaxhimin, të rrisë cilësinë e shërbimeve dhe të sigurojë që QSO-ja të funksionojë si një institucion modern, duke kombinuar shërbimet publike me iniciativa për stafin mjekësor.